Dje në orën 14:10 punonjësit policor të NJP Kamjan kanë privuar nga liria personin AH, 22 vjeçar, nga fshati Kallnik i Tetovës, duke vepruar sipas një kallëzimi paraprak se para një objekti hotelerik në fshatin Kamjan, Tetov, pas një grindjeje verbale mes të arrestuarit AH dhe GI, 45 vjeç, e II, 24 vjeç, të dy nga fshati Kamjan, të njëjtët e kishin sulmuar fizikisht, ndërsa gjatë sulmit AH kishte nxjerrë një send të mprejtë dhe u kishte shkaktuar lëndime të dyve. Ata janë dërguar në spitalin klinik të Tetovës, ku pas ndihmës mjekësore të dhënë, GI është mbajtur për kurim. Ekipi nga sektori për punë të brendshme Tetov ka kryer kçyrje në vendin e ngjarjes, pas bardhjes dhe dokumentimit të plotë të rastit, do të bëhet parashtresë përkatëse. Dje në orën 10:20 në rrugën Belqica në Gosivar, punonjësit policor të sektorit për punë të brendshme Gosivar kanë privuar nga liria personat NF, 59 vjeç, nga fshati Pallqishti e përmi Tetovës, HB, 35 vjeç nga fshati Brodec i Tetovës, një imitur 17 vjeçar nga Tetova, si dhe RA, 45 vjeç nga fshati Strajani Gosivarit, EG, 29 vjeç, OG, 33 vjeç dhe AI, 30 vjeç, të tre nga Gosivari. Punonjësit policor kanë vepruar pas një kallëzimi paraprak se në një objekt në ndërtim në rrugën Belqica, personat kishin prishur rendin dhe qetësinë publike me përleshje fizike mes tyre, ku ishin përdorur edhe sende të forta. Gjatë përleshjes, personi SM, 56 vjeç nga Tetova, ka pësuar lëndime, me çrast është dërguar në kompleksin klinik Nën Tereza në Shkup, ndërsa personave të tjerë u është ofruar ndihmë mjekësore në qendrën mjekësore në Gostivar. Pas bardhjes së plotë të rastit kundër personave do të bëhet parashtresë përkatëse. Sot në orën 2 në sektorin për punë të brendshme Tetov janë privuar nga liria personat BSH, 24 vjeç, II, 28 vjeç, AI, 27 vjeç dhe FI, 24 vjeç, të gjithë nga fshati Bogovine Tetovës, pas një kallëzimi paraprak në sektorin për punë të brendshme Tetov, se rreth orës 1 në autostradën Gostivar Tetov, në afërsi të nyjes së Kamjanit, ndërsa AA, 28 vjeç, nga fshati Pirok po lëvizte me automjet të tipit BMW me targa zviceriane, si bashk udhëtar ishte RJ, 28 vjeç, nga fshati Pirok i Tetovës, pas tyre po lëvizte një automjet i tipit Passat me targa të Tetovës, i drejtuar nga II, nga fshati Bogovin, i cili u kishte lëshuar rotacionin me dritë, pastaj i kishte të i kaluar dhe u kishte prej rrugën. Nga automjeti kanë dalë personat e arrestuar, të cilët i kanë sulmuar fizikisht AA dhe RJ. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të bëhet parashtresë përkatëse. Mbrëm në orën 22:30 punonjësit policor të NJP Tearc të fshatit Neproshten të Tetovës kanë privuar nga liria personin AE, 61 vjeç, nga fshati Tearc të Tetovës. Gjatë kontrollit tek ai është gjetur dhe konfiskuar një qese me lëndë pluhur të bardhë. AE është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet parashtresë përkatëse. Mbrëm në orën 23:45 punonjësit policor të stacionit policor për mbikëqyrje kufitare Rogaqev në rrugën lokale për në fshatin Jazhinc të Tetovës kanë privuar nga liria personin BM, 25 vjeç, nga fshati Jazhinc, i cili po lëvizte me automjet të tipit Hyundai me targa të Tetovës. Pasi personit i është konstatuar një shkelje në komunikacion, i njëjti është sjellë në mënyrë agresive dhe ka drejtuar kërcënime ndaj punonjësit policor, i cili po kryente veprime zyrtare. Ai është mbajtur në stacion policor për procedurë të mëtejshme dhe kundër tij do të vijojë parashtresë përkatëse.